Mirë se vini në malet e Sharit, thesarin natyror të Kosovës. Këtu, çdo hap është një aventurë, çdo shije është një histori, dhe çdo pamje është një përqafim i natyrës. Eja të zbulash, të shijosh dhe të përjetosh magjinë e natyrës. Malet e Sharit janë ideale për çdo stil. Në dimër shijoni pistat e skive në Brezovic, Grod, Prevall e te Guri i Zi. Nga skijimi dimëror deri tek hikingu pranveror, nga notimi në liçejt e Kristalt deri te vrojtimi i kafshëve të egëra, këtu çdo stil ofron një përvojë unike. E jani të zbuloni bukuritë e Sharit dhe të shijoni mikpritjen e ngrohtë të banorëve vendas. Brezovica mbretëron dimrin me pista të shkëlqyera për skijem dhe snowboard, por këtu, natyra nuk fle kurrë. Provoni ecjen dimërore në përpyje të heshtura, ose ndiqni gjurmët e kafshëve të egëra. Pas çdo aventure, shijoni ushqimet tradicionale të Sharit të përgatitura nga kuzhinierët vendas. Këto ushqime të shijshme i gjeni pothuajse në çdo restorant, aty ku çdo pjatë ka një shije të veçantë. Prevalla është parajsa e dashamirëve të natyrës për bukuritë e saj në të gjitha stimet e vitit. Përjetoni magjinë e shtigjeve që çojnë në maja të mahnitshme. Vëzhgoni kafshët dhe shpendët që shijojnë lirshëm natyrën e qetë. E gjatë dimrit, përgatituni për një udhtim skijimi në malet e larta. Në restorantin Krojet ose restorante tjera lokale, shijoni tavën e Prevallës me mish të skuqur, një pjatë që pasqyron shpirtin e këtyre maleve. Guri i Zi në regionin e Opojës është një kthim në rënj. Eci në përshtigjet ku barinjt kanë kaluar shejkuj. Vëzhgoni shkëmbin të thekurës i Guri i Zi. Gjatë dimrit përqendrohuni në skim, ndërsa kalerimi, vrojtimi i shpendëve dhe peizazhet e pacënuara të natyrës janë vetëm fillimi i një aventure që nuk do të harroni kurrë. Tek restoranti Mbjeshk, përgatitja e pogaçës dhe flisë tradicionale janë art në vete, të trashëguara brez pas brezi, si vetë historia e këtij rajoni. Brodi në Dragash është oaza verore dhe dimrore e maleve të Sharit. Notoni në pellgjet e pastra, eksploroni shtigjet e larta të bjeshkëve të Brodit, ose ndiqni gjurmët e dhive të egëra. Dimri sjell mundësi për skijim në pistat moderne të skijimit, ndërsa vera fton gjithë turistët të bëjnë hiking dhe të shijojnë ushqimin në restorant Argjena apo restorante tjera lokale, ku mishi i qingjit dhe djathi i Sharit janë të freskëta si aroma e maleve të Sharit. Malet e Sharit ju presin e krah hapur, qoftë për aventurën në natyrë, qetësi shpirtërore apo shije që nuk harrohen. Zbuloni bukuritë e këtyre maleve, shijoni ushqime tradicionale dhe krijoni kujtime që do t'i mbani mend gjatë. Këtu, natyra, kultura dhe njerëzit janë një. Aventura, shija dhe dashuria për natyrën nuk kanë kufi. Vizitoni malet e Sharit, magjinë e vërtetë të natyrës. Përjetoni bukuritë magjisëse të Kosovës.